Vepër, shqiptari përballë rënimit. Pse ky emër Korab? Emri ndoshta për të përshkruar një diagnozë në të cilën kombi shqiptar vetëm se është në fazën e fundit, dhe për të shprehur ose për të bërë thirrje alarm që ne duhet ta marrim misionin ton historik si mision kryesor të çdo lloj veprimi, dhe duke qenë se të gjithë shqiptarët, e sidomos institucionet e shtetit tona kanë hequr dorë nga programi i rilindjes kombëtare për themelimin e një shteti të përbashkët shqiptar, domethënë, dhe kur po shfaqen rreziqet e gjeopolitikës tashmë, domethënë, nuk ka se si të përshkruhet tjetër veç se mund të jemi përballë një rënimi. Pse duhet patjetër të merren masa të tilla për ringjalljen e rilindjes? E para, një komb i cili jeton në 5 shtete të ndryshme, do të thotë që nuk e ka përmbushur detyrën e tij. Të gjitha shtetet, të gjitha kombët në Evropë kanë ndërtuar shtete kombëtare dhe jetojnë në shumica në atë dhe të përbashkët, vetëm shqiptarët kanë ngelur ende të coptuar në kaq shumë shtete. Po problemi nuk është vetëm i asaj që të tjerët e kanë bërë me ne, por problemi kryesor që unë e shoh është kur ne heqim vetë dorë nga projekti i Se mendon që heqim dorë nga ky projekt ne si shqiptar, të qemi shpërndarë siç po e quani dhe jo në 5 shtetet ndryshme të botës? Mendoj që heqim dorë në momentin kur nuk punojmë për të bashkuar shtetin, dhe puna do duhet të ishte sistematike, që nga një proces arsimor edukativ i frymës kombëtare, deri te ndërtimi i ushtrive të cilat mund ta bëjnë këtë bashkim. Dhe ne fatkeqësisht kemi futur në një cikël të ndërtimit të një shteti i cili është i orientuar te koncepti i përfitimit pasuror. Nga kush? Kështu është konceptuar shteti i Kosovës, domethënë. Dhe tani kemi çdo lloj institucioni, domethënë kemi garë për vende pune, ndërkohë që politika nuk duhet të jetë garë për vende pune, por duhet të jetë si themi, ambicie për njerëzit që dinë të drejtojnë, jo për ata që janë vetëm menaxher, që duhen vetëm të menaxhojnë buxhetin e shtetit, por duhet të japin drejtim komplet shtetit edhe kombit duhet të japin drejtim. Prandaj, çështja që shqiptarët kanë hequr dorë, ka shumë faktorë që tregojnë këtë gjë. E para, ne kemi prekur konceptin e arsimit, e edukimit kombëtar. Kohëve të fundit, sa për ilustrim të shpejt, ne kemi një shoqat jo qeveritare, cila bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit Kosovës, dhe ajo ka bërë një raport në të cilën ka identifikuar literaturën e cila sipas saj nuk është kompatibile me atë që ai duhet nxënësve tonë. Ka hequr për shembull nga libri i historisë figurën e Mitsokolit, domethënë që e kemi pasur ne, dhe së fundi, domethënë ka shkuar deri në atë nivel sa ka kërkuar që ta heqë Lahutën e Malësisë nga komplet literatura e nxënësve shqiptar. Nga kush janë këto kërkesa? Këto kërkesa sipas meje vinë nga qarqet të jashtme, po problemi është pse ne i pranojmë me aq lehtësi. Do të thotë Mitsokoli dhe Lahuta nuk janë më në literaturën shkollore? I bëhet thirrje, domethënë shtetit tonë, po Mitsokolin e kanë hekur figurën e tij, domethënë të momentit të lejimit në grykën e topit, domethënë nuk është më në librat e historisë. Dhe tani domethënë tentojnë ta heqin edhe Lahutën e Malësisë, sepse nuk është e përshtatshme me konceptin e multietnicitetit dhe liberalizmit në cilën është fut Kosova. Ky është vetëm një tregues se ka duan ta orientojnë rinin tonë, domethënë drejt një edukimi në të cilin ideja kombëtare nuk ka fare rëndësi. Dhe vetë fakti se ne heqim dorë ose pranojmë të heqim dorë, tregon që ne do të shkojmë drejt rënimit. Sa do të jetë shumë i shpejtë ai ngadalshëm, kjo tash varet nga rezistenca që ne do ta prodhojmë. Por që jemi duke shkuar drejt rënimit nuk ka dilemë.
Kush e kërkon, më falë se pyetja ishte shumë e mirë, kush e kërkon këtë? Shikoj, ne jemi futur në një cikël ku kemi mbi 30.000 organizata jo qeveritare. Në gjuhën e sigurisë dhe të legjislacionit modern, organizatat jo qeveritare janë metoda të cilat inkorporohen brenda një sistemi juridik dhe brenda një rendi juridik për të ndikuar. Më thonë, fuqit të tjera, të jashtme, jashtë Kosovës, agjentura të ndryshme, për të ndikuar brenda Kosovës, ndikojnë më së shumti përmes organizata jo qeveritare. Nën dy, ndikimi është jashtëzakonisht i madh përmes medjave, dhe nën tre, do më thonë, ashtu sikur i kem cek edhe në libër, bëhet edhe përmes faltoreve ose si temi përmes propagandës fetare. Dhe tani, do më thonë, kërkesa është e tillë që shqiptarët të bëjnë gjithçka tjetër, por të mos punojnë për ngritjen e shtetit tyre të përbashkët, sepse duke mos e krijuar shtetin e përbashkët, shtetin që u atyre u garanton jetën dhe vazhdimsinë kombëtare, janë më lehtë për t'i sulmuar, më lehtë për t'i shkatëruar. Dhe e shohim, domethënë, cilat janë ngjarjet historike. Për shembull, ne jemi në një fazë bukur të ngjashme me Bosnjën e para luftës me Serbinë, në të cilën ata ishin zhytur në një model të vllazërim bashkimit tepër të madh. Filluan edhe të martoheshin dhe të krijonin familje me serbët, shkuan deri në atë nivel sa e lanë idenë kombëtare. Që jemi ngjashëm me atë situatë të Bosnës ne tani? Po, sepse gjithçka që flitet, që bëhet, është tepër liberale dhe antikombëtare. Zëri i ushtrisë, zëri i shtetit, zëri i inteligjencës, zëri i bashkimit, zëri i veprave heroike, nuk është nëpër mediat tona, nuk është as programin arsimor. Nuk e ke askund. Ne kemi garë për vende pune. Kemi garë, domethënë, për përfitim pasuror. Ministrat tonë bëhen ministra jo për të udhëhequr shtetin, por për të pasuruar. Deputetët tanë ngritën në parlament jo për të nxjerrë ligje progresive, por për agjendat të tjera. Dhe president, domethënë, i kemi po nga kjo kategori. Dhe atëherë si mund të flitet se ne jemi në një rrugë të mirë, në qoftë se i kemi të gjitha këto defekte. Thoni që se përshon nga përmbajtja që keni kogja kritik ndaj politik bërësve aktual që kanë devijuar tërësisht dhe nuk kanë ide ose koncept mbi të ardhmen kombëtare. Ku mbeti lëvizja vetëndosje këtu? A e keni si trajtesë? Libri nuk prek emra konkrete dhe parti konkrete, por libri ka prekur fenomenet të cilat kanë dërguar në këtë rënje. Normalisht që përfshihet edhe lëvizja vetëndosje, sepse ajo që u pa si një rrugëzgjidhje ose si një shpresë në një moment të caktuar, u kthye gati në të kundërtën e saj dhe koha po e vërteton që u bën gabime jashtëzakonisht të mëdha, sidomos me kualitetin e parlamentit. Ne jemi republikë parlamentare dhe ky institucion më nuk është institucion republikan. Aty sfilon gjithçka, por asgjë e metodës republikane. Dhe nga aty burojnë komisionet të cilat e udhëheqin shtetin. Ju e patë se po marrim përsëri ilustrim. E patë se kush u emërua dhe kush u bashkua atij grupit inteligjent për të mbikëqyrur Agjencinë Inteligjente të Kosovës. Nga parlamenti doli. Kemi pas ministër, për shembull, më herët ka pas ministra që temë të veçantë ose strukturë të veçantë kanë pasur kibernetikën, por nuk dinin t'i shkruanin dy rreshta pa gabime. Por a jem edhe ne si shqiptarë, si civil, si qytetarë që nuk po i përkrahim kauzat kombëtare? Për shembull, Aleanca Shqiptare në Shqipëri veç dështoi si lëvizje. E ati Krishnik, kush ka qenë? Spahiot. Ka dështu si nismë politike. Lëvizja vetëndosje largoi konceptin e kombëtarës, e bashkimit kombëtar, nuk e përmend fare, tash e 6 vite s'përmendet fare. Unë mendoj që ne duhet të kapim
problemin themelor, se ku është problemi themelor. Dhe si pas me edhe asaj që unë kam tentuar ta paraqes në libër, është që klasën tonë politike nuk e prodhon ideologjia jonë kombëtare. E prodhon gjithçka tjetër më e lartë se ideologjia kombëtare. Dhe në këtë kuptim ne kemi njerëz që për shembull fenë katolike e kanë prioritet dhe bëhen ngritën në figura, kemi të tjerë që e kanë fenë muslimane më prioritet se sa kombin dhe bëhen figura. Kemi njerëz që e kanë hajnin më prioritet dhe bëhen figura, e kanë kishpërdorimin më me prioritet se idenë kombëtare dhe bëhen figura. Dhe në këtë kuptim, domethënë, libri tenton të përcjell këtë mesazh se në politikbërjen e Kosovës ka gjithçka, po jo ata shqiptarë të cilët do duhet të ishin në udhëheqje. Ndërsa për konkretën për këto lëvizjet, shikoj, libri i konfronton të gjitha këto rryma, këto politika të vogla, të cilat duan të bëjnë politikë derisa të ngriten në sistem. Për të ngritur në sistem nuk është të vështirë. Mjafton të përkulësh në drejtimin e dur dhe je brenda sistemit. Pra, edhe lëvizja kuqësi në Shqipëri u pa se ishte formuar dhe donte deri të ngritej në sistem. Pra, jo ta ndryshonte sistemin e keqeverisjes, korrupsionit dhe degradimit. U shfrytzu ideja nacionaliste për vetëm u shfrytzua, domethënë, deri të vish në sistem. Pra, është një keqpërdorim i kauzës kombëtare për qëllime të tjera. A dojnë qytetarët shqiptarë një bashkim ashtu si që po pretendoni, një shtet të gjithë shqiptarëve? Sa janë në gjendje? Shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipënisë, apo të Maqedonisë së Veriut, apo të Malit Zi, apo këta që kemi edhe në pjesën e Serbisë, ku do qofshin shqiptarët, sa dëshirojnë të kenë një shtet? Ideja dhe dashuria për shtetin në përbashkë shqiptar është gjithmonë e gjallë, aktive edhe është kryesorja në mendje dhe në zemrat të shqiptarëve. Sa është gjeneratat e reja? Se e dim që gjeneratat e vjetra është më të vjetra, është e pa diskutueshme kjo, sepse dëshira e gjithëve ka qenë, ideali gjithëve ka qenë një bashkim i Shqipërisë. Nuk është çështje vetëm ideale, është çështje nevoje dhe mbrojtje nga rreziku. Dhe kur që nuk është siguria. Ndoshta sa kanë këtë ndjesi, apo këtë njohuri gjeneratat e reja, këtë dëshirë, sepse pa gjeneratat e reja nuk besoj që mund të bëhet një ndryshim. Sado që është ndoshta edhe i nevojshëm, siç e thoni ju. Gjeneratat e reja mund të ndihen, mund të jenë pak të hutuar. Teknologjia mund ta bëjë vetën, liberalizmi, programet degeneruese që i kemi me shumicë në Kosovë dhe në gjithë etnikumin shqiptar mund ta hutojnë, por nuk mund ta hutojnë në atë nivel sa t'i bëjnë shqiptarët të heqin dorë nga bashkimi. Se a duan shqiptarët bashkimin tregon lufta ushtrisë lëndimtare të Kosovës. Sa duan shqiptarët bashkimin tregon pritja e shqiptarëve të Shqipërisë për shqiptarët e Kosovës që shkuan atje në kohën e luftës. Janë rrethana shumë më ndryshe tani këto që po jetojnë. Sidoqoftë, domethënë ne kemi pasur një ndarje vitin 99 dhe flasim për vitin 2026. Është gjithmonë e njëjta. 27 vjet. Është gjithmonë e njëjta. Ne kemi pasur një ndarje agresive në kohën e komunizmit, në kufiri ka qenë mbyllur dhe për një kohë të gjatë nuk kemi pasur asnjë marrëdhënie me Shqipërinë dhe me shqiptarët atje. Domethënë dhe pavarësisht kësaj ndarje kaq të fuqishme që arritën ta realizonin, në momentin delikat populli i Shqipërisë reagoi ashtu siç reagoi. Pra fryma kombëtare është sigurie, çështja e bashkimit. Po në anën tjetër ka mendimtarë që thonë më mirë dy shtete, dy ulse në arenën ndërkombëtare se sa një. Kështu mendojnë njerëzit që nuk kanë mendim politik të saktë. Po të ishte kështu Gjermania nuk do të bashkohej. Po të ishte kështu nuk do të bashkohej Italia, e cila kanë qenë me një numër të madh principatash. Dhe po të ishte kështu nuk kemi emër Mbretëria e Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar. Pse s'u bashkuam që 100 vjet? Bashkimi kombëtar pengohet nga fuqitë e jashtme, të cilat fatkeqësisht kanë pasur fuqi fizike më të madhe se sa jona. Dhe tani, domethënë, unë te libri përpiqem të shpreh pikërisht këtë gjë. Nuk po punohet në drejtim të bashkimit kombëtar për arsye se nuk po investohet sa duhet në mbrojtje dhe në siguri. Vetëm ushtria është në gjendje ta realizojë, domethënë të garantoj një bashkim, se ne
bashkimi fillon si bashkim shpirtëror edhe mbyllet si bashkim territorial edhe shtetëror, mirë po duhet të ketë një mekanizëm i cili do ta garantonte atë. Fakti se ne kemi ushtri e cila nuk është prioriteti as një politike në Kosovë, as në Shqipëri, tregon që ne nuk jemi në rrugën e bashkimit kombëtar. Korab, me qenë se të kemi këtu, po du me të pytë edhe për një, ekses të vogël që ndodhi në promovimin e librit tuaj me ministrën Rozeta Hajdari. Çka ndodhi? Pse pati ç'a ndodhi ajo farë përplasje ashtu? Me që ka bë buj, ndoshta jemi pak përgjegjës me të pyet me qenë se të kemi në studio. Shikoj, një pjesë e librit i dedikohet edhe kësaj çështje që ne kemi orientuar publikun ndaj skandaleve, ndërsa jo ndaj veprave ose si themi ndaj vendimeve që ata është për të mirën e tyre. Në këtë rast na ja kushtojmë vetëm pak sekondat e fundit, sepse deri tash të fol për përmbajtjen ishim. Por jemi përgjegjës ndoshta ndaj publikut për me diskutuar çka ndodhi, sepse është borxhi unë. Ajo si duket e ka keq kuptuar një paragraf të librit pa u thelluar. Mendimi im domethënë që pa u thelluar në libër dhe unë ndjej domethënë jo komode me një të vërtetë të librit, se unë prapë sfidoj të gjithë për ta thënë është të vërtetë apo s'është të vërtetë. Dhe fatkeqësisht doli ajo ka një identitet tjetër, më të lartë se idenë kombëtare. Do të thonë ofendohet baza të tjera dhe atë kombëtare në ka më të. Kjo ishte thelbi i asaj. Unë ju përgjigja zonjës 3 herë në pyetjet e saj, anipse që nga fillimi ajo e dha një orientim që kishte ardhur ashtu pak më e karikuar se sa që duhet në një promovim libri dhe nuk i pranoi domethënë përgjigjet e mia. Atëherë ajo e lëshoi sallën dhe nuk është diçka dramatike, unë e falenderoj prapë që ajo ishte aty, nuk ishte diçka serioze, por më duket se unë ndjej ofenduar sepse libri synon, dhe unë e thash, libri synon që të krijojë një përçarje mes aleancës së pushtetit në Kosovë me ignorancën. Ne kemi një aleancë të frikshme të pushtetit në Kosovë. Pra po i bie që mesazhin e pas kanë kuptuar dhe vetë politikanët nëse veç ka pas reagime nga... Po ka pas reagime, po vlen të theksohet për shembull promovimi në Tiranë. Jemi krejnë fosh, që të lutem shkurt, Korab. Promovimi në Tiranë ishte i një natyre shumë interesante, ai bashkoi njerëzit më të lartë nga ushtria, nga sigurimi, nga kultura, nga gazetaria, dhe kishte një diskutim jashtëzakonisht të mirë të frytshëm në Shqipëri për librin dhe u mirëpret jashtëzakonisht shumë. Korab, të faleminderit shumë që ke qenë së bashku me mua dhe me Enisin, si dhe me shikuesit tanë gjatë këtyre momenteve për promovuar të libër. Shumë suksese dhe uroj takomi përsëri. Faleminderit. Enis, faleminderit shumë, takohemi në ora 9. Ndërka që me që shkoa tani për parashikimin e motit, presim përsëri në studio.